Shikues News, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni në parashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e kontinentit do të ketë mot me diell dhe temperatura shumë të larta, veçanërisht në gatishulin iberik, pjesa e Ballkanit dhe Italia jugore. Ndërkohë Europa veriore, Britania dhe pjesa e Europës qendrore do të kenë mot me vranësira dhe reshishiu. Njëmi tani me kushtet e motit përse përket vendit tonë, sipas Meteoal, paraditja do të jetë me mot të kthjellët, sidomos në zonat bregdetare dhe në zonat e ulta, ndërsa në zonat malore do të ketë vranësira. Pasditja sjell vranësira, por pareshje. Temperaturët do të luhaten nga 8 deri në 33 gradë Celsius, erë me një shpejtësi 35 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet detare do të jetë 2 ball. Shohim tani kushtet e motit përse përket rënd dhe Europës për ditën e nesërme. Moti i qëndrueshëm dhe i nxehtë do të dominojë pjesën më të madhe të kontinentit, sidomos në zonën e Ballkanit, gatishullit iberik dhe brigjet e Egjeut dhe detit të Zi. Ndërkohë, pjesa e Europës lindore do të mbetet me rreshtë të dëndura shiu. Njëmi tani me kushtet e motit përse përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, rikthimi i masave ajrore nga Afrika do të sjellë mot të kthjellët dhe temperatura shumë të larta, të cilat do të varojnë nga 9 deri në 35 gradë Celsius, era fryt me një shpejtësi 40 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet detare do të jetë shumë i ulët. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky është parashkimi i motit për sot dhe nesër në vend dhe Europë. Falënderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.